një agjendë. Nuk mund t'jenë njësoj. Nëse ka qytetar të Arlindit, nëse ka qytetar mbështetës të Blendit, nëse ka qytetar të Adriatikut, jam shumë dakord me ju. Ata mund t'jenë atje, janë në agjendën e tyre personale si qytetar. Kur aty është gjithë kryesia e Partisë Demokratike, kur aty janë gjithë strukturat e Partisë Demokratike, kur aty janë gjithë strukturat e partive të vogla që janë parlamentare sot, janë parlament, nuk mund të do të më thua që këta mund të rinë dhe mbulevard. Tani duhet zgjedhjes. Për pjesën e majorancës që keni aty, keni njerëz të duhet bijem dakord. Majorancës që po protestojnë. Zgjedhjet e majit 2025 856.000 ku diun e më shumë vota, majoranca e Partisë Socialiste në parlament. Shqipëria nuk është këta të tjerët pse janë ende në parlament? Në rast se parlamenti ka rënë, ta nuk quhet, ka rënë. Pra, është delegitimuar, majoranca ka rënë dhe institucionet shqiptare janë për të marrë me veze, me gure, me gjithçka. Pse janë në parlament mëngjes? Për çfarë vjen gër në mëngjes në parlament dhe pastaj në bazite je gër në bulevard dhe pastaj je ku diun se ku tjetër. Nuk dua të merrem me ta, ata i keni në parlament, mund ta bëjnë debatin me ta. Unë do të flas për qytetarët që s'kan zë. Ata i keni aty, bëjani aty pyetje. Nëse ata aty po flasin për Flamingo, flasin për qytetarët. Nëse po flasin për Flamingo dhe për qytetarët, pra në kuptimin e mirë e them Flamingo dhe qytetarët, që ishin torëve të para, ka një problem, një avari që ka ndodhur ndoshta për papjekuri, për nxitim. Se nuk dua të them që mund të ndodhur për gjëra tjera. Nuk mund të them. Po i quani edhe ju zoti Gonxha Flamingo dhe qytetarët tashmë keni ndryshuar nga pas publikimit të pamfletit Besa. Jo, jam duke i ndarë më shumë qartë. Më herët i keni konsideruar në mbledhjen tonë me terma të tjera. Është ndarë shumë qartë koncepti. Ka pasur, unë e kam thënë në ditën e 5, kam dalë në Pogradec para mediave dhe kam thënë, shoh atje të rinj dhe njerëz kreativ, njerëz janë inovativ, talente, artistë të tjerë me cilët unë punoj. Unë në ministrinë time, për shkak të detyrës që kryej nga ana e kulturës të radhë, jam përpara njerëzve të cilët në ditët e para i kam parë aty. Dhe ata janë njerëz të cilët kanë punuar në ditët e para për t'i dhënë dekoracione asaj proteste, për t'i dhënë shpirt dhe ngjyra asaj proteste. Dhe unë e kam përjetuar të gjë si një gjë që më lidh edhe më shumë se ministrat e tjerë. Ju keni konsideruar edhe Tuf Budallënjsh zoti Gonxha, ka qenë virale në rrjetet sociale. Themi jo, po njëkohësisht jam gati të them edhe mirë bën që më pyet, sepse duhet ta sqarojmë. Sqarojeni. Të lutem sepse jemi në një situatë. Ka qenë titull në të gjitha portalet. Po kush e bëri titullin? Nuk e di, atë duhet ta thoni ju. Tani un kam folur shumë qartë që 25 deri 100 vetat që gjuajnë me gur dhe që bllokojnë hyrjen, je i detyruar, siç thot populli, këtë kam përmendur. Populli thot hapi rrugën. Dhe kur këta luajnë mënsh, 2500 veta, gjuajnë me gur dhe e shkelin atë që është natyra e protestës, pra kthehen në të dhunshëm, me ata të dhunshëm që kanë bllokuar rrugën e parlamentit, unë i kam cilësuar siç më the. E kam thënë shumë qartë, por në rast se merret. Atëherë protestuesit e 21 janarit i bie të jenë ashtu siç thatë ju, nëse do ikim me këtë logjikë. Nëse ju mendoni që ngjarjet janë se ngjarjet kanë kontekstin e tyre, edhe në kohë të ndryshme ne jemi njerëz të ndryshëm, shoqëritë evolojnë. Po edhe në ngjarje ju duhet i krahasoni ngjarjet. Ne i krahasojmë ngjarjet, po krahasojmë gjestet. Ju krahasuat gjestin, ata që godisnin edhe ata që godisnin. Po ne vim aty pas ngjarje shumë të rënda, tragjike, ne vim aty pas ngjarjes dhe situatash flagrante. Dhe normal që ka pasur. E vërtet është, ishte për zëvendës kryeministrin apo jo që pastaj u votua si presidenti i Republikës nga majoranca. Megjithatë, këtu nuk është në analizë ngjarjet e asaj periudhe dhe nëse duhet ta krahasojmë një lëvizje me një tjetër, ne hym dhe kësaj. Po unë jam duke të thënë që dhe unë ndoshta domethënë kjo është një gjë, një analizë që ka të bëjë pastaj me sjelljen e një pjese që ka goditur ku diun rrethimin e kryeministisë. Ka ndryshuar tërësisht konteksti ku ne jetojmë. E para njëherë ju e shihni që ne sot kur i shihni si opozitë është ndryshe, kur i shihni si majorancë është ndryshe. Kur jeni në opozitë ata janë protestues të nderuar dhe kur ishin në majorancë ata janë dhunues. Gjestet janë gjeste zoti Gonxha. Kohët ndryshojnë, po gjestet janë aty. Po sot kryeministri. Një njerëz që ngret dorë ndaj policisë të shtetit është po ai, edhe një tjetër që ngret dorë nga policia e shtetit është po ai. Okej, në një farë mënyre po ju vi pas në këtë pjesë dhe po ju them që koha që jetojmë, nuk ju duket se ka një vlerë dhe ka një kuptim për ndryshimin e saj, po fakti që kryeministria sot punon dhe jeton përveç ndonjëherë që mbyllen kanatet për shkak të mbrojtjes së xhamave, po themi apo të vetratave. Ju bën përshtypje që nuk ka më asnjë mur rrethus. Ju bën përshtypje që nuk është më e rrethuar nga një kordoni gardës gjatë gjithë ditës dhe nuk ka fare porta hekuri e tjere nga këto të tjera që në një farë mënyre për atë epokë që jetonin. Prandaj u sollën qytetarët në 2013 në pushtet zoti Gonxha. Edhe për këtë arsye u sollën pushtet, që mos përsëriten ato skena. Ne jemi në kushte krejt të tjera. Ne jemi në kushte ku
atyre nuk u preket një qime floku, përveç ditës së parë që ka qenë pjesa e ndeshjes me Izraelin dhe ka pasur një situatë të paralajmëruar për të mbrojtur tifozërinë që nga